Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli i parë. Në të shkuarën, Perëndia u ka folur etërve tanë shpeshherë dhe në mënyra të ndryshme nëpërmjet profetëve, ndërsa këto kohët e fundit na foli nëpërmjet Birit. Nëpërmjet Tij, Perëndia ka krijuar gjithësinë dhe atë e ka caktuar trashëgimtar të gjithë shkaje. Biri është shkëlqimi i lavdisë Perëndisë, shprehja e plotë e qenies së Tij dhe ai që mban gjithçka me fuqinë e fjalës së Tij. Pasi na pastroi nga mëkatet, ai ul në qiell në të djathtë të Perëndisë së Madhërisëm. Ai u bë më i madh se engjëjt, aq sa qishte më madhështor emri që trashëgoi nga Perëndia. Dhe vërtet, Perëndia nuk i ka thënë kurrë ndonjë engjëlli: "Ti je biri im, të kam lindur sot." As nuk ka thënë për ndonjërin: "Unë do t'i jem atë dhe ai do të më jetë bir." Kur Perëndia do të dërgonte në botë birin e Tij të parlindur, tha: "Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e Perëndisë." Ndërsa për engjëjt tha: "Perëndia i bën engjëjt e Tij si era dhe shërbyesit e Tij si flaka e zjarrit." Për birin ka thënë: "Throni yt, o Perëndi, mbetet në shekuj të shekujve dhe skeptri i drejtësisë është skeptri i mbretërisë sate. E ke dashur drejtësinë dhe ke urryer pa udhësinë. Prandaj Perëndia yt, o Perëndi, të vajosi mes shokëve të tu me anë të vajit të gëzimit." Ka thënë edhe: "Ti, o Zot, në fillim e themelove tokën dhe veprat e duarve të tua janë qejt. Ata do të zhduken, ndërsa ti do të mbetesh. Të gjithë do të vjetrojnë si rob. Do t'i mbështjellësh si mantel dhe do t'i ndrosh si rob, ndërsa ti do të mbetesh po ai, dhe vitet e tua nuk do të perëndojnë." Perëndia nuk i tha kurrë ndonjë engjëlli: "Ulu në të djathtën time derisa t'i vër miqtë e tu si shtrojë të këmbëve të tua." A nuk janë pra të gjithë engjëjt shpirtra shërbestar që Perëndia i ka dërguar për t'u shërbyer atyre që do të trashëgojnë shpëtimin?